Për Moses Mendelssohnin, gjyshin e kompozitorit të famshëm gjerman, kurse si nuk mund të thuhej se ishte një njeri i bukur. Kishte një pamje të shkurtër dhe kishte një gungë groteske në shpinë. Një ditë shkoi në Hamburg në vizitë një tregtari i cili kishte një vajzë me bukuri hyjnore me emrin Frontier. Mosesi dëshpërueshëm u dashurua në të, mirë po Frontier, për shkak të dukjes së tij të shëmtuar, ndjente gërditje ndaj tij. Kur i erdhi koha ta përfundonte vizitën, Mosesi mblodhi guximin dhe filloi të ngjitej shkallëve drejt të dhomës së vashës. Së paku të bisedonte për herë të fundit me të. Ishte ajo një vizion i bukurisë hyjnore dhe për arsye se kjo refuzonte edhe ta shikoj, ky ndjente një pikëllim të thellë. Pas disa arvatjeve që ta fillonte bisedën, Mosesi turshëm e pyeti: "A besoni se njerëzit martohen në qiej?" "Po," ju përgjigj ajo, pa i ngritur shikimin. "E ju?" "Besoj," ishte përgjigjja e këtij. "E dini ku në parajs lind djalë Perëndia shpallse me cilën vash do të martohet. Kur bata lindur unë, ma tregua nusën time të ardhme. Më pas, Perëndia shtoi: gruaja jote do të jetë gungaqe." Prej atëherë, kohë pas kohe flisja me Zot të lartë: "O Zot, femra gungaqe do të ishte një tragjedi e vërtet. Të lutem Zot, ma jep mua gungën dhe leje atë të mbetet të bukur." Frontier më në fund e shikoi drejt në sy dhe u rrënqeth nga një ndjenjë e thellë. U ngrit në këmbë dhe ja zgjati dorën. Mendelssohnit më vonë ju bë grua e vërtet besnike. Lexoi Hysni Valiu.